Në vijim të turit të takimeve me banorë të zonave të ndryshme në Bashkinë e Pukës, kryebashkiaku Gjona ishte në fshatin Prozhëm të njësisë administrative Rape, një fshat i harruar ndër vite ku nuk është bërë asnjë investim, çfarë ka sjellë dhe braktisjen e zonës, duke bërë që në këtë fshat të jetojnë aktualisht vetëm 10 familje. Banorët të befasuar nga mburritja e kryetarit të bashkisë në zonën e tyre kanë diskutuar me zotin Gjonaj probleme që i shqetësonin ndër vite, ndërsa prioritet mbetej rruga automobilistike, pasi ajo ekzistuesja në 7 muaj të vitit ishte pa qarkullueshme. Teksa është takuar me banorët të zonës, kreu i bashkisë ka preferuar që të largohej nga Prozhmi në këmbë dhe jo me automjet siç dhe mburritja atje. Rrugës për në kthim, banorët i kanë shpjeguar atij disa nga idetë që mund të bënin të banueshme këtë zonë, teksa poshtë në afërsi të Porrojit, ata kërkuan dhe ndërtimin e një ure kombësore, mungesa e të cilës gjatë dimrit rrezikonte jetën e tyre. Rrugës për në kthim në propozimin e banorëve, kreu i bashkisë ndaloi edhe tek mulliri i ri i zonës, mungesa e të cilit kishte krijuar shpesh vështirësi kryesisht gjatë dimrit. Jeni kryetarët e parë që po vjen në këtë zonë. Në atje për këto që marrin tonë. Unë e di se ti premtimin se ban i mon. Ky mullaj për shembull ky i shërben tri fshatash. Fshati Prozhëm, Rryp edhe Rape. Një. Dhe e dyta mos më na hapni rrugën e nga qafa që vjelit me Prozhmin. E kena problemat rrugë shumë. Realisht herë unë jam shumë i kënaqur që ju keni filluar me bën disa gjëra të vogla. Merit për këtë ka administratoria. Sinqerisht e them. Ka administratoria për një arsye krejt thjesht se ato prek ata gjëra që janë të mundshme më bë. Me sforcë po më duhet bën. Po e shjashme edhe ma kryesoria, këto zgjidhin disa shërbime jetësore, mullini, ura, vija, këto janë pjesë përbën se të jetës të fshatarit tonë. Kështu që unë edhe në këtë kuadër, siç bisedojmë edhe më sipër, unë do t'i marrë gjitha masat, i thash edhe administratorës me bën projektin, edhe për pyllëzimin me kështenj asaj zone që ka kënë gjithmonë pyllëzume, edhe për problemin e vijës që do ta zgjidhë automatikisht, shumë shpejt. Dhe problemi është vetëm që aty në forcave të punës si duhet mobilizohej ju me të, ndërsa bazën materiale marrë për sipër vetë. Po ashtu edhe problemin e rrugës tinit binur, që 2017 nuk e zënë pa hapën. Ta pojmë zoti mua, me na bosha na, ti me na bosha na për zotin me dëshira. Do t'ja u baj për një arsye, këtë thjesht e meritoni më u bë. E para dhe dyta unë zgjidhi gjithë ato që duhet me zgjidh. Këta në 2017 do ta rregulloj. Pra që e rëndësishme është që na mobilizojna për me kry punë tona, e cilat janë ta pyllëzojmë vendin, se kjo është rëndësishme. Marrim masa për vaditje se vaditja vjen, pavarësisht se vjen bora apo vjen fill mas kësaj. Dhe e treta që është më kryesore është shtimi i numrit krerëve të baktive. Është i vetmi aktivitet që do të sjellë të mira materiale. Unë edhe për këtë qendër shtatësore kam menuar një zgjidhje tjetër, një makinë e cilit është e tipit nalt, malore totalisht, do ta instaloj këtu në Rape për të ardhur në zonave të thella këtu në zonën e njësisë administrative Rape që do të administrohet vetëm për lulës, jo për qendrën shkencore, vetëm me firmën e saj mund të lëvizë ajo, edhe kështu që besoj se do t'i zgjidhim këtë zonë bashkërisht. Sot është problem vetëm sa ti ja shkollë, ka nevojë për disa punime të vogla, po ato të vogla sa problem për llamarin kena pak nevojë me të drejtën. Po të mundësia. Se për tjetër nuk na Unë kam biseduar me administratorin, bile ju nuk ishit në atë pjesën e parë të takimit, po edhe asaj kam thonë që të bojnë atë kërkesën edhe të t'ja plotësojmë më herë. Kryebashkiaku i ka kërkuar administratorës Dula Mema që në bashkëpunim me drejtorinë e urbanistikës dhe atë të zhvillimit rural në bashki brenda tetorit të bënin gati projektet për hapjen e rrugës auto dhe pyllëzimin me gështenj të disa sipërfaqeve në fshatin Prozhëm.